cilat janë kushtet që duhet të plotësojnë prindrit që fëmia të pajiset me pasaportë gjermane, po flas për ligjin e ri që doli pranë qershorit të 2024 për të gjithë fëmijët që do lindin nga qershori e mbrapa. Nëse prindrit do t'i plotësonin kushtet, atëherë do të lajmëroheni me një letër nga Standesamt që fëmijës i takon pra pasaporta gjermane. Kushtet që po flas personalisht, kushtet që unë plotësova janë që kam 5 vite rresht në Gjermani, të rregullta, sigurisht e punësuar të gjitha me radhë dhe që kam lejen e qëndrimit pra pa afat, Niederlassungserlaubnis. Partneri nuk është se i ka, por nëse do i kishte akoma më mirë, do ishim të 2+, por që mjafton njëri pra nga partner, nuk është thënë që ti kenë të dy, mjafton njëri për partnerëve ose njëri për partnerëve të ketë dhe pasaportë gjermane, dihet ajo pasaj që të marrë direkt, dhe fëmia. Dhe rasti konkret i Joni që doli dhe ligji i ri është që ka të drejtë i mbajë të dyja pasaportat, si unë, si partneri, si fëmia. Pra, të gjithë ne kemi të drejtë që t'i mbajmë të dyja shtetësitë, dhe shqiptaren dhe gjermanen.